2 javë nga zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në 5 bashki të vendit, kandidatët që do të garojnë për kryetar bashkie janë regjistruar zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partia Demokratike dhe opozita do të mbështesin kandidat të pavarur që kanë depozituar tashmë pranë institucionit të zgjedhjeve dokumentacionin e regjistrimit bashkë me firmat që i nevojiten nga qytetarët për qenë pjesë e procesit, ndërsa Partia Socialiste ka shpallur kandidatët e saj disa javë më parë, të cilët janë propozuar nga kryeministri Rama. Mesnata e së premtes ishte afati i fundit për regjistrimin e tyre dhe socialistët, edhe pse i kishin gati emrat, pritën gongun final për t'i depozituar në KQZ. Tashmë zyrtarisht në garën në 5 bashki të vendit do t'jenë në Vlorë Brunilda Mersine e Partisë Socialiste, e cila la mandatin e deputetes për kandidimin si kryebashkiake, do të garojë përballë kandidatit të pavarur të mbështetur nga opozita, Dionis Sota. Në Berat, opozita do të mbështes kandidatin e pavarur Pavlo Shkarpa, ndërsa Partia Socialiste ka propozuar kandidatin Ervin Ceca. Në Cerik, Florenc Doka i propozuar nga Partia Socialiste do të kandidojë përballë kandidatit të pavarur Amarildo Hoxha, që ka marrë mbështetjen e opozitës, po në këtë bashki do të kandidojë në logon e Partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet edhe Eligert Hima. Në bashkinë e Matit, Partia Socialiste ka propozuar kandidatin Altin Bojni, ndërsa një tjetër socialiste ka sfiduar propozimin e Ramës duke shpallur kandidaturën e pavarur. Kryetaria e gruas së Partisë Socialiste, Suzana Pasha, ka depozituar dokumentat e regjistrimit dhe do të garojë jo vetëm kundër rivalit politik, por më së shumti një garë brenda llojit kundër kandidatit socialist Altin Bojni. Ndërkohë në këtë bashki opozita do të mbështes kandidaturën e pavarur të Eduard Brahilikës. Në Tepelen, Partia Socialiste ka propozuar kandidatin Gramon Sako, ndërsa opozita do të mbështes të pavarurin Gabriel Guma. Fushata zgjedhore nis zyrtarisht me 1 nëntor dhe kandidatët do të kenë vetëm 1 javë kohë për të prezantuar platformën e tyre tek zgjedhësit.